Shiko Eri, se janë këto klientët e mi që janë emigrantë për shembull, që vinë nga shtetit, këto janë shumë të mirë. Këta janë shumë të disiplinuar, janë shumë të gatshëm për të paguar dhe asnjëri nuk më kërkon ulje. Këta klientët e tjerë, këta të gjithë më kërkojnë ulje, si t'ja bëj unë për ta? E ke edhe ti këtë pyetje? A të kërkon klienti ty ulje? Skonto? Të kërkon? Po dhe jo. Nëse klienti ty të kërkon skonto, nëse ty klienti të kërkon ulje, do të thotë që ka diçka tek biznesi yt, të cilën nuk e ke fiksuar mirë, nuk e ke kuptuar mirë. Më vonë do të jap dhe një këshill. Pikë së pari është unë të sugjeroj unë kam një program që quhet Strategic Prices. Si ti i vendos çmimet. Është një program ku ty të mëson se kjo lloj mënyre paketimi produkti. Kujdes, nuk po flasim për çmimet, nuk po flasim për tul çmimet, po flasim si ti paketosh, si ti grumbullosh produktet në një lloj forme që të jenë çmime strategjike. Është një program që ta sugjeroj fort. Këshilla që kam për ty kur klienti të kërkon ulje është do të bësh ulje apo jo? No. Kur? Asnjëherë mos bëj ulje. Pse asnjëherë mos bëj ulje? Sepse është ligj në biznes. Është ligj. Lutem mbaj shënim, nëse dëshiron mund ta mbash shënim. Është ligj. Në qoftë se ti bën ulje, klientit që i bëre ulje, ky të marrë produktin tim, produktin tënd, shitjen, shërbimin, dhe marrë këtë edhe do ulet ball për ball me klientin tënd ideal, me klientin tënd më të mirë. Kujdes, është ligj. Klienti që i bëre skonto, ky klienti që ti i bëre skonto, do të ulet përballë me klientin tënd ideal. Edhe do mburret edhe do i thotë, "Omë, e shef, mu ma boni skonton. Ty ta hodhi, se ty ta dha shtrenjtë." E do ti këtë për biznesin tënd? No. Nuk po flasim se do humbësh klient, nuk do flasim se do krijosh atë konfliktin, por po flasim për biznes. Ti dëmton reputacionin tënd, dëmton kompaninë tënde dhe kjo ty të çon në rënje. Kjo të çon në rënje sepse ty të dëmtohet besueshmëria. Ti nuk je besueshëm treg. Ti nuk je një person i cili njerëzit kanë qef që të bëjnë biznes me ty sepse ti je nga ato biznes patatinash, biznes qindarkash. Nëse ti bën ulje, do të thotë që ti nuk ke respekt për klientin tënd ideal, klientin tënd të mirë, atë klientin VIP, atë klientin high ticket. Dhe kjo është një thik që ti i ngul biznesit tënd. Do t'i ngulësh thikën biznesit tënd?